الحمد لله القائل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Falenderojmë Allahun e lartëmadhërisëm i cili në Kur'anin famëlar thot: Kur Rabbi zidni ilma, dhe thoni o Allahu im, të lutemi na shto diturin ton. Salavatet, selamet të përzemërta qofshin për Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bën prej tyre, amin. O Allah, ne nuk dim përveç asaj të cilën ti na mësove neve. Vërtet ti je i gjithdijshmi dhe i urti. O Allahu in, na mëso atë e cila na bën neve dobi, dhe na bëj dobi me atë të cilën ti neve na mëson, dhe të lutemi na shto diturin. O Allah, na mundso na bëj të qartë hakun, të vërtetën, dhe na bëj të mundur që ne ta pasojmë atë. O Allah, na bëj të qartë batilin, të kotën, dhe na mundso që ne të largohemi nga ajo. O Allah, na bëj nga ata të cilët dëgjojnë këshilla, i praktikojnë më të mirat prej tyre. Të lutemi o i madhi Allah, na fut me mëshirën tënde në mesin e robërve tuaj të mirë. Vëllezër të dashur, sonte është një natë e veçantë për ne, xhamatin e xhamis tonë me rrethin, po ashtu edhe për ata vëllezër dhe motra të cilët do të na dëgjojnë dhe do të na ndjekin nëpërmes incizimeve, sepse që sonte dhe të enjteve në vazhdim do të shpjegojmë fikhun hanefi dhe më pas do të shpjegojmë edhe më gjithsesi çfarë do thotë fik, çfarë do thotë medhhebi hanefi. Kjo vëllezër shpjegim i mësimeve islame është urdhër prej urdhrave të Allahut xhelleshanuhu, e praktikoi Muhammedi alayhi salatu wassalam, në xhamin e tij i mësonte sahabët për këtë çështje që do t'i mësojmë ne, pastaj i dërgonte sahabët në xhamia tjera që muslimanëve t'u mësojnë këtë çështje. Vëllezër të dashur, nuk ka gjë më të mirë, gjë më të dobishme, mënyrë më të lehtë se sa të regjistrohemi nga të dashurit e Allahut. Nuk ka çështje më të lehtë nëpërmes së cilës ne ngritemi te Allahu xhelleshanuhu përveç se me dituri, dije, kërkim të saj dhe mësim. Për këtë Allahu xhelleshanuhu thot: Innema yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ma shumë që i frigohen Allahut, e respektojnë Allahun, janë ata që dinë më shumë për dinin dhe fen e Allahut xhelleshanuhu. E ne o vëllezër, që nëpërmes dijes të arrim të regjistrohemi nga të dashurit e Allahut, të ngriteni me në grada të larta të Allahu xhelleshanuhu, do të vazhdojmë që në çdo të enjte të mbajmë mësime të rregullta të fesë tonë, që ne më mirë të mësojmë atë, më bukur të adhurojmë Allahun dhe më lehtë të ngjitemi dhe të regjistrohemi nga të dashurit e Allahut xhelleshanuhu. Kjo dije o vëllezër
është e ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë, apo kategoria e parë e dijes, është dija e cila ka të bëj me aspektin teorik të islamit. Aspekti teorik nënkupton çështjet e besimit islam. Ndryshe, 6 shartet e imanit. Këto quhen edhe dija që merret me studimin e tyre, quhet akide. Pra, dija që merret me mësimin dhe studimin e besimit, ajo quhet pra akide, dhe kjo dije e spjegon aspektin teorik të islamit. Që do thot, besimin e Allahun xhalleshanuhu, melekët e tij, librat e tij, pejgamberët e tij, ditën e gjykimit dhe caktimin e Allahut xhalleshanuhu. 6 sharte të imanit me pjesët përbërëse të tyre. Ndërsa lloji i dijes islame, apo kategoria e dytë e dijes islame, është dija e cila ka të bëj me aspektin praktik të islamit. Pra me aspektin e punës, apo ajo çfarë ka të bëj me gjymtyrët e muslimanit. Këtu 5 janë sharte kryesore. Pra shahadeti, falja e namazit, dhënia e zakatit, agjërimi i Ramazanit dhe shkuarja në hax dhe çështje tjera, duke marrë parasysh kontratat, kurorëzimin, shkurorëzimin, veprat penale, pra gjithçka ka të bëj me praktikën islame, me çështjen praktike të islamit, ajo dije quhet dija mbi fikhun. Pra dija mbi besimin dhe apo aspektin teorik, ta mbaj mend quheshte dija mbi akiden, besimin, ndërsa dija që ka të bëj me çështjen praktike quhet dija mbi fikhun. Pra dija mbi fikhun. Ndërsa dija, o vëllezër, tek njerëzit nuk është e njëjtë. Njerëzit në dije janë të ndryshëm. Ka njeri që din më shumë, i ka kushtuar më shumë nxënjes së dijes dhe ka arritur grada më të larta të dijes. Ka njerëz që i është kushtuar dijes më pak dhe ka të tjerë të cilët nuk i janë kushtuar dijes. Mirë po, hukmi, norma e dijes në esencë, pra të marr unë dhe të shkoj të studioj islamin, në esencë, vëllezër, është vepër e lavdëruar, është vepër e preferuar, nuk është vepër e obliguar. Në esencë. Mirë po, edhe pse është vepër e preferuar, kjo është shumë e rëndësishme që tash. Disa çështje të dijes, edhe çështjes së akides besimit, edhe çështjes së praktikës fikhut, një pjesë e kësaj dijes është farzi ain, pra detyrim për çdo musliman që ai të di atë dije. E në këtu, inshallah, do të mundohemi të spjegojmë në vazhdim dhe të ejtëve në vazhdim aspektin praktik apo çështjet e fikhut, që shumica e këtyre meseleve, çështjeve që do t'i spjegojmë, janë edhe detyrim individual, farzi ain, pra çdo njeri për muslimanëve duhet që ta di atë dije. Ndërsa njerëzit, siç tham, nuk janë të njëjtë në dije. Grada më e lartë e dijes janë personat të cilët kanë arritur që të nxënë shumë nga dija e Allahut dhe këta kanë arritur deri në atë shkallë që të kenë mundësi vetë t'i lexojnë ajetet kuranore, hadithet e pejgamberit a.s., të mësojnë çështjet e dinit të Allahut dhe kanë arritur deri në gradën më të lartë, saqë janë bërë të aftë që duke lexuar tekstet
e dinit të Zotit, ata japin mendimet dhe vendimet e tyre në lidhje me Islamin. Kjo është kategoria më e lartë dhe kjo kategori quhet kategoria e mujtehidëve. Pra, kur të dëgjojmë fjalën mujtehid, të dimë që ai ka arritur gradat më të larta të dijes në dinin e Allahut xhelle shanuhu. Ndërsa kategoria e dytë o vëllezër është kategoria e muttabi'inëve. Çfarë është kjo kategori muttabi'? Muttabi' apo muttabi'in janë ata nxënës të dijes, që nxën dije, marrin dije, mirë po nuk kanë arritur në kategorinë e mujtehidinëve, që ata vetë vetiu të lexojnë tekstet e fesë dhe të nxjerrin mendime dhe vendime për fenë islame, janë kategori më e ulët, mirë po kjo kategori ka mundësi të lexoj fjalët dhe mendimet e dietarëve. Shif, dhe ka mundësi të klasifikoj ata, të kuptoj me argumente dhe në bazë të kërkimit, kuptimit të fjalëve dietarëve, argumenteve, ata e zgjedhin mendimin më të sakt sa ka të bëjë me çështjen islame. E kjo kategori në çështjet të cilat nuk ka arritur që ajo vetë vetiu, kjo kategori nuk ka arritur që vetë vetiu të vendos mbi çështjet e dinit islam duke i analizuar argumentet, çfarë duhet të bëjmë ne kjo kategori e dytë, atëherë kjo kategori do të shkoj dhe do të pasoj dietarët tjerë. Pra, aty ku nuk ka mundësi dhe nuk din, ajo do të shkoj dhe do të dëgjoj dietarët tjerë se çfarë kanë thënë për këtë çështje. Ndërsa, kjo kategori o vëllezër, që nuk e kanë arritur kategorinë e mujtehidinëve, pra që vetë duke lexuar tekste të mbajnë mendime dhe të mbrojnë ata me argumente, mirë po është marrë dhe ka nxënë një pjesë të saj, është kategoria më problematike për shoqërinë islame. Pse? Se shumë hoxhollar fatkeqësisht duke menduar ata se e kanë arritur kategorinë e dytë, pra e muttabi'inëve, mendon se e ka arritur dhe ai çtash lexon mendimet e dietarëve, i kupton disa argumente, i kupton disa fjalë të dietarëve dhe mendon se ki ka arritur çtash në atë shkallësa që të zgjedhë vetë të del para e shoqërisë islame, para xhamatit të muslimanëve dhe të thotë se kjo çështje është kështu, kjo çështje është ashtu. Dhe kjo kategori është kategoria më problematike, se nëse realisht nuk e ka arritur shkallën që vetë të di të dalloj mendimet me argumente, a e merr guximin që të flet se unë di të dalloj fjalët e dietarëve me argumente, kjo kategori pastaj bën përçarjen e muslimanëve. Për atë duhet t'ja vëmë veshin mirë, kjo është më tepër për hoxhollarët, që realisht kur të arrin këtë kategori, atëherë të marrin guximin dhe të flasin për dinin e Allahut para xhamatit dhe shoqërisë islame. Ndërsa kategoria e tretë e dijes është dija e xhamatit, i cili nuk është marrë apo nuk ka shkuar në shkollë të nxënë dije. Çfarë duhet të bëj kjo kategori? Kjo kategori o vëllezër duhet të pyes, shumë e rëndësishme. Duhet të pyes hoxhollarët e vendit të vet, se si është kjo çështje dhe të punoj në bazë të mendimit të hoxhollarëve të vendit. E jo të dëgjojnë për internet, të shkojnë për rrjetet sociale ku ta di unë çfarë, merr ndonjë mendim të ndonjë dietari, nga ndonjë vend tjetër, e sjell atë, a nuk din dije. Pastaj flet për dinin e Allahut,
Kjo pun vlezër është haram dhe e ndaluar. Po obligohen kjo kategori që nuk ka shkuar në shkollë të nxënë dije, obligohen që të marrin dije nga hoxhollarët e vendit ku ata jetojnë, të pjesin ata, të marrin dijen e tyre dhe ta praktikojnë atë në praktikën e jetës së tyre. Argument për këtë që e tham se ata obligohen që të marrin dijen e hoxhollarëve të vendit, edhe të flasin dhe të praktikojnë atë, kemi ajetin kuranor ku Allahu xhaleshanu thot: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Thot, shkoni pyetni hoxhollarët, dietarët për atë që nuk e dini. Pra shkoni pyetni hoxhollarët që i keni në rrethin tuaj dhe nuk i ka detyruar Allahu të shohin argumentet. Po thot vetëm pyete, merre atë, vazhdo puno me të dhe ti e ke hequr përgjegjësinë tënde para Allahut xhelleshanuhu. Pra këto janë tre kategoritë e diturisë të cilat ne patjetër duhet t'i dimë si musliman se kjo në fakt është një ndihmë e madhe sidomos në këtë kohë të fitneve, që në këtë kohë që fatkeqësisht edhe jemi përçar, duke mos e njohur mirë, do thot dinin dhe fen islame. Ndërsa dija të cilën ne do ta spjegojmë të enjteve, siç e lajmërova, është dija e aspektit apo çështjes praktike të islamit, e cila quhet, do të thot, fikhu. Kjo dije e islamit, pra fikhu, dija që ka të bëjë me praktikën e islamit, është e përmbledhur o vëllezër në 4 shkolla juridike, apo në 4 medhhebe. Është medhhebi Hanefi, Maliki, Shafi dhe Hambeli. Që dija islame e fikhut është e përmbledhur në këto 4 shkolla juridike. Janë të pajtimit gati se e gjithë bota islame për 1400 vite. Dhe sot e kësaj dite vazhdojnë që dijen që ka të bëjë me fikhun islam ta marrin nga këto 4 shkolla juridike. Ndërsa dija praktike, pra dija e fikhut, ndahet në 3 çështje, në 3 kategori, sa i përket çështjeve të aspektit praktik. Do thot, krejt puna çfarë ka të bëjë me islamin, jo besimi, po fikhu praktika, ajo ndahet në 3 kategori. Kategoria e parë o vëllezër janë çështjet të cilat të gjithë dietarët islam janë të pajtimit unanimisht për një çështje të islamit. Pra nëse gjithë bota islame është e pajtuar për një çështje praktike të islamit, që ajo çështje të gjithë muslimanët është kështu, ajo kategori quhet në shariatin e Allahut ijma ose konsenzus i dietarëve. Pra, kur krejt dietarët pajtohen për një çështje se ajo është kështu. Kategoria e dytë vëllezër është kur shumica e dietarëve islam, flitet shumica dërmuese e dietarëve islam, nëse për një çështje praktike, çka ka të bëjë me namazin, shitblerjen, nikahin apo kurrëzim, shkurrëzim, vepra penale, politik, ekonomi, çfarë ka të bëjë me çështjen praktike. Nëse shumica e dietarëve janë të një mendimi, po shumë pak janë ata që nuk janë të këtij mendimi, atëherë kjo kategori e veprave praktike të shariatit islam quhet ittifak apo pajtueshmëri e shumicës e dietarëve për një çështje të shariatit në aspektin praktik. Ndërsa kategoria e tretë janë çështje
që janë debative mes dietarëve islam. Kjo është shumë e rëndësishme. Çështje që janë debative mes sheriatit islam. As nuk janë të e para krejt që janë të pajtuar me atë vepër që është ashtu, as nuk janë të e dita që shumica janë të ati mendimi, por është e treta që disa dietar kanë mendim tjetër, disa dietar kanë mendim tjetër. Mirë po, elhamdulillah, që çështjet të cilat, kjo është shumë e rëndësishme, janë debative në sheriatin islam, pjesa dërmuese e atyre janë vepra që janë sunnet, vepra që janë të preferuara, që edhe nëse e lën, s'ke dënim. Edhe nëse e bën në ndonjë mënyrë, e ke me vend, po edhe nëse e bën në ndonjë mënyrë tjetër, e ke me vend. Pse? Se ato vepra janë në esencë sunnete, pra vepra të preferuara, pra që shumica e dietarëve janë në debat, nuk janë te çështjet kryesore të islamit, nuk janë te çështjet vitale, nuk janë te bazat, nuk janë te themelet e islamit. Te themelet e islamit, ose krejt dietarët janë të një mendimi, ose shumica janë të një mendimi. Por çështje që janë debative janë shumica prej tyre sunnete, pra të preferuara. Ndërsa, se i përket çështjes së tretë, pra çështje që janë debative, ka një rregull se si ne duhet të sillemi. Le të jetë mësim për mua dhe për ju, o të shtrenjtit e mi, dhe dhashtë Allahu që kjo të përhapet edhe më shumë, që vërtet musliman ta kuptojnë këtë çështje dhe këtë rregull. Kjo rregull në sheriatin islam quhet rregulla e art, rregulla e altant. Cila qenë ka kjo rregulla e art apo rregulla e altant? Thuhet la inkar fi masailil khilaf. La inkar e dim edhe ne. La inkar, nuk ke drejt ta bësh inkar, që do thotë nuk ke drejt ta mohosh, nuk ke drejt ti përzihesh, nuk ke drejt ta gjikosh, nuk ke drejt ta urrejsh, nuk ke drejt të debatosh në një çështje në të cilën në esencë ka debat, në të cilën Zoti i Lartëmadhërisëm ka lënë që ajo çështje të manifestohet edhe kështu, edhe kështu, edhe kështu, dhe të trija janë të sakta dhe të dashurat e Allahu. Ato çështje të kategorisë së tretë, shihni, këto janë më shumë debative. Këto janë më shumë. Dhe për çështjet debative, që është debati mes 4 shkollave juridike, nëse një pjesë e xhamatit e merr një mendim, një pjesë tjetër e merr një mendim tjetër, të di mendimet apo të tre apo të katërit janë të pranuar te Allahu xhelleshanuhu, dhe ne si musliman nuk guxojmë ta bëjmë inkar se pse ti kështu, pse nuk e bën ashtu, pse nuk falesh kështu, pse nuk e vepron atë ashtu. Nëse në vetë çështjen ka debat, nuk guxon që muslimani ta bëj inkar vllaun e tij musliman. Ku e kemi argument për këtë çështje të madhe që e tham ne? Ku e mbështesim gjithë këtë çfarë e tham? E kemi rastin, o vëllezër vulus, ta dëgjojmë me vëmendje, e kemi rastin e sahabëve në luftën e Ahzabit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vulus për hir të Zotit, dëgjoni me vëmendje. Vulus për hir të Allahut, shumë e rëndësishme. Shumë i bën hizmet ky hadith bashkimit të muslimanëve, mos vazhdimit të përçarjes, vëlladashurisë e muslimanëve. Këtë çfarë do ta them? Kjo i bën hizmet forcimit të fjalës së muslimanëve. Ky hadith është shumë madhështor, për nga ky hadith është nxjerrur edhe ajo rregulla e art. Pra në luftën e Ahzabit, pejgamberi alayhis salatu wassalam dërgoi 2 grupe të sahabëve, njerëzve më të dashur të Allahut, njerëzve që i lavdron Allahu me Kur'an, ju tha kështu:
vulluz dhe gjaj me vëmendje për hir të Allahut. Tha: La yusalliyanna ahadun al-asr illa fi Bani Qurayza. Tha që tash ju di grupe do të merrni rrugën dhe të shkoni te Bani Qurayza, një fis prej fiseve të çifudëve që e kishin prish marrveshjen me muslimant. Tha, ju di grupe do të shkoni te Bani Qurayza dhe nuk do ta falni vulus, nuk do ta falni i qindin, ju tha, përveç se te Bani Qurayza. U pregaditën sahabët, nisën morën rrugën të shkojnë te Bani Qurayza dhe namazi i qindis i goditi këta sahabe në rrugë. Vazhduan në rrugën sahabët që të arrin të Bani Qurayza. Mirë po, rruga e gjatë u afrua të perëndoj dielli dhe koha e i qindis mbaronte. Çfarë thanë sahabët? Një grup prej sahabëve, hadithi është në Bukharin Muslim, Bukhari Muslim, është 100% i saktë. Një grup prej sahabëve u ndar nga grupi tjetër dhe ju tha: ne do ta falim i qindin, se do të perëndoj dielli, do të hi koha e akshamit dhe neve na ik i qindia, kështu që ne zguxojmë të na ikë i qindia. O njerëz, Zoti thot që namazi është obligim në kohën e vet. Mirë. Grupi tjetër i sahabëve thënë, jo, pejgamberi a.s. e ka ditë se është rruga e gjatë. Dhe aj neve na tha, nuk na intereson analiza, aj neve na tha dhe falni atje. Nuk na tha as i kalon, as nuk i kalon, as dhe thira akshami, as zhro. Edhe ne dhe ta falim atje. Subhanallah. Një grup e falën, një grup nuk e falën dhe ju iki i qindia për kohës së saj. Shkuan, mbaruan punë te Bani Qurayza, e krytën detyrën e vete me të cilën ishin detyruar, u kthyen te pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe ja përmendën rastin se ç'kishte ndodhur në mes të sahabëve. Fadhukira dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annaf wahidan minhum, Allahu akbar walillahi alhamd. I është treguar rasti pejgamberit alayhis salam dhe nuk e mohoi, nuk e kundërshtoi, nuk e qortoi asnjërin prej sahabëve. Edhe pse njërës grupi kishte ikur i qindia, edhe pse njëra grupe kishte falë në kohën e vet. Çfarë në jep të kuptojmë? Kjo na jep të kuptojmë se në ka ardhur teksti dhe ati ku feja islame dhe Allahu ka lënë hapësirë për mendim, ke të drejt të mendosh, zgjidhe njënën, po s'ke drejt të kundërshesh tjetrën se Resulullah se ka kundërshtu. Ai se ka kundërshtu tjetrën, o vllai im i dashur. Ku marr ti guximin të kundërshtosh një musliman që ka një mendim tjetër dhe çështja në esencë është sunnet. Ku je? Ai pa se jenë kundërshtim me sunnetin e pejgamberit alayhis salam. Ai nuk e kundërshtoi, ai nuk e mohoi. Pse? Se njëra grup punoi me hadithin, ashtu kallop e kishte marr, a tha do falemi ja Resulullah atje, u krye falëm, në rregull, nuk e kundërshtoi. Njëna grup e kishte analizuar dhe kishte thonë, duhet ta falim, ne mrapa darim, se qëllimi i hadithit, shif, njëna ka analizuar më thellë, e ka kërkuar qëllimin, njëna e ka marrë sipërfaqësisht dhe të dija janë në hak. Asnjërin pejgamberi alayhis salam nuk e kundërshtoi. Pra në çështje debative që janë në mesin e muslimanëve, nuk kemi të drejtë të kundërshtojmë njëri tjetrin, po qaf për qafe, krah për krahi, dhe falemi, dhe punojmë së bashku për islamin. Kjo ishte disa çështje si hyrje në dijen islame, ishin çështjet më të rëndësishme, ishin çështjet bazike. Ndërsa, sa i përket temës tonë që e paralajmërova se do të jetë çështja e fikhut,
pra aspektit praktik të islamit, ne o vëllezër jemi të medhhebit Hanefi. Dhe në bazë të fjalëve të dietarëve, ne duhet të punojmë me dijen praktike që janë shumica e njerëzve dhe shumica e ulemave. Pasi që në vendet tona, shumica e ulemave dhe dietarëve dhe xhamatit janë Hanefi, ne insha Allah do të shpjegojmë fikhun, pra çështjet praktike të medhhebit Hanefi. Unë për shpjegim kam marrë këtu, do të thot, librin e Kuduriut. Kuduriu, o vëllezër, është dietari më i madh i Hanefive. Është shtylla dhe temeli i Hanefive. Librin me shpjegimet e dietarëve të Kuduriut mësohen edhe në Ezher, edhe në Damask, edhe në Medine, edhe në gjithë botën islame mësohet kush? Libri i Kuduriut. Çfarë është ky libër i Kuduriut? Libri i Kuduriut është tekst. Pra, çështjet praktike të medhhebit Hanefi, fikhun, e ka shkruar Kuduri në tekst. Dhe Kuduriu ka jetuar në vitin ka lindur 362 dhe ka ndruar jetë viti 428 pra i hijretit. Dhe ky ka qenë, pra tham, temeli dhe shtyllat e medhhebit Hanefi. Dhe libri më i mirë, më i përhapur i këtij është Mukhtasar Kuduri. Quhet Mukhtasar Kuduri për çështjet e fikhut Hanefi. E këtë tekst, Mukhtasar Kuduri, njëri prej dietarëve të Medines, i cili quhet Muhammed Ashik Ilah el Bureni, këtë libër, këtë tekst e ka bërë më të lehtë për ne. Çfarë ka bërë, do thot, el Bureni, këtë libër të Hanefive e ka bërë në pyetje dhe përgjigje. E ka bërë në pyetje dhe përgjigje. Dhe e ka quajtur Et-Tashil ad-Daruri li Masail al-Kuduri. Është titulli original në arabisht. I kujt? I dietarit El Bureni, cilin e ka spjegu Mukhtasar Kuduri, që është bazë e medhhebit Hanefi, dhe e ka bërë spjegimin në pyetje dhe përgjigje. Ky është libri pra i El Bureni në gjuhën arabe. Ndërsa këtë libër dy hoxhallar profesor, Sabri Bajgora dhe Resul Regjepi, këtë libër, pra që është spjegim i Kudurit nga dietari i Medines El Bureni, e kam përkthyer në gjuhën shqipe. Pse? Se është më i lehtë për ta kuptuar. Pra fikun Hanefi e ka bërë librin Mukhtasar Kuduri, e ka bërë me pyetje përgjigje dhe i përkthyer në gjuhën shqipe, është në 2 pjesë. Dhe ne kemi porositur në fakt libra të kësaj, përkthimin e Mukhtasar Kudurit në gjuhën shqipe, mirë po kemi mund të sjellim nëpërmes vëllezërve që kanë ardhur prej vendeve tona, janë vetëm edhe 6 copa. Nesër do t'i sjellim në xhami, kush don t'i blej, do të thotë, ndërsa do të sjellim edhe më shumë, mirë po për arsye të rrugës, kostove, do të thotë, që ne i sjellim, çtash na është afru pushimi dimror. Vëllezërit kosovar, kur do të shkojnë në Kosovë, dhe do të bisedojmë me ta, që të sjellin, do të thotë, kush sa mundet nga ky libër, që kush don prej jush ta ketë në dorë, edhe do të spjegojmë, edhe ai e ka ta lexojë dhe kështu do të mësoj dijen e dinit islam. Ndërsa për spjegim më të madh të Mukhtasar Kudurit, që unë të jem më i sakt, më i qartë, unë do të spjegoj dhe do të mbështetem në derset e mia të fikhut Hanefi nga spjegimi i librit Mukhtasar Kuduri, i cili quhet El Jawharatun Nayyira, sharh, pra Jawharatun Nayyira,
spjegim li Mukhtasar el Imam el Kuduri, spjegim i librit Mukhtasar Kuduri në fikun Hanefi, spjegim të cilin e ka bërë dietari i shquar Islam i fikut Hanefi, Imam Ebi Bekër ibn Ali el Haddad, i cili ka jetuar në vitin 720 ka lindur, ka vdekur në vitin 800. Kjo është për mu, unë nga kjo do t'i marr që ky libër të spjegohet për ju edhe më i kompletuar. Sonte ishte vetëm si hyrje, këto na duheshin pa tjetër informacione, nga entja tjetër lajmëroni edhe sa ma shumë vlezër e motra të vinë dhe le të mësojmë bashk fikhun Hanefi. Lusim Allahun e lartëmadhërisëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta të na jep sinqeritet në kërkimin e dijes dhe lusim Allahun e lartëmadhërisëm të na mundsoj të mësojmë sa më shumë, na bëj dobi me atë dije dhe të na mundsoj që ta fusim në praktikën e të tonë. Amin. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.